Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وجاءت سيارة فأرسلوا وريده فأدنى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtarë, do të vazhdojmë sot me komentimin e surës Yusuf, e që sot sonte në fakt do të ndalemi tek pjesa e daljes së Jusufit alayhis salam prej bunarit, prej pusit dhe shkumja e tij drejt në pallat. Momenti kur Jusufi alayhis salam u hodh në pus, në bunar, dhe momenti kur Jusufi alayhis salam u nxor prej bunarit, prej pusit, ishin të dyja ndodhi të përcaktume në fatin e tij. Asgjë nuk ndodh jashtë fatit të përcaktuar të njeriut. Për atë arsye karavani që do të kalonte pranë, pasi që Jusufi alayhis salam ishte hedhur në pus, destinacioni i tij dhe soji i njerëzve në karavan, gjithë ishin përcaktuar me përcaktimin e Allahu xhaleshanuhu. Madje para se të lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Yusuf alayhis salam. Besimtarët e besimit islam që e kupton këtë vërtet të rëndësishme, gjithë i nënshtrohen vullnetit të Allahu xhaleshanuhu për këtë arsye. Ajetin që lexova më herët është në surën Yusuf, ajeti i 19, ku Allahu xhaleshanuhu na drejtohet dhe na thot: وجاءت سيارة فأرسلوا وريدهم فأدنى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Dhe ati pari kaloi një grup udhëtarësh, e dërguan ujbartësin për ujë, e ai e lëshoi kovën në bunar dhe tha: "Miqde, qenie djalosh." Ata e fshehen atë si mall tregtie, po Allahu xhaleshanuhu e dinte shumë mirë se çka po punonin ata, çka po vepronin ata. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu Dhul Xhelal na tregon se çka ndodhi me Jusufin alayhis salam në pus. Pasi e lanë vetë vëllezërit e tij, e braktisën vëllezërit. Jusufi alayhis salam qëndroi 3 ditë mrenda në pus, derisa Allahu xhaleshanuhu e dërgoi këtë karavan udhëtarësh, cilët u vendosën diku pranë pusit dhe dërguan njeriu në tyre për me mush ujë. Kur ai e lëshoi kovën në pus, në bunar,
Jusufi a.s. u kap pas kove dhe ai e ngriti lartë. Kur e ngriti lartë, ai u gëzu shumë kur e pa dhe tha: o sa gëzim i madh, miqde, tu qenë ka një djalosh. Ata e morën Jusufin a.s. dhe e fshehën si me qenë mal tregtije. Ata cilët e gjetën Jusufin a.s. e fshehën nga pjesa tjetër e karavanit dhe thanë se ne u ablejmë vendasve që ishin pranë pusit. Ata e thanë këtë nga frika se mos ta kërkoje dikush tjetër dhe kishin me u morën Jusufin a.s. Në fjalë tjera, nga frika se po ma merr dikush Jusufin a.s., ato e mshefën si me pas maltrektije. Kurse Allahu xhaleshanuhu vazhdon ajetin tjetër të surës Jusuf, ajetin 20 dhe thot: wa sharawhu bi thamani bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin. Dhe shitën atë Jusufin për një çmim shumë të vogël, për disa dirhem numëruam, sepse në mesin e tyre pati asisht që nuk lankmun për çmimin më të lartë. Allahu xhaleshanuhu, siç e dimë vëllezër të ndershëm besimtar, është i gjithdijshëm. Para që punon vëllezërit e Jusufit a.s. edhe për ata të cilët e shitën Jusufin a.s. Sigurisht që Allahu xhaleshanuhu ishte i plotfuqishëm që ta ndryshonte atë gjendje, duke ia largu Jusufit a.s. vështirësitë, sprovat, por Allahu xhaleshanuhu ka urësi në çdo gjë që e ka përcaktuar të ndodhë. Prandaj edhe i lan ngjarjet të rridhnin ashtu sikurse Allahu xhaleshanuhu kishte vendosur dhe Allahu xhaleshanuhu i kishte përcaktuar më herët. Nëse i shohim këto dy ajete vëllezër të ndershëm besimtar, ne shohim se janë ndodhi prej ndodhive që në heshtje Jusufi a.s. nxjerrët prej bonarit, prej pusit, pa mos me bo shumë zhurmë. Bile detirohen ata të cilët e nxjerrin prej pusit, prej bonarit, që mos ta përfolin shumë nga frika se do të vijë dikush do t'ja umore këtë djalosh. Kjo krejt ka një mirësi, krejt ka një hikmet që Allahu xhaleshanuhu i çon shkaqet, i çon sebepët që krejt kjo tjetë mënyrë jo të zhurshme, në heshtje. Dhe momentin që i vet dikush këto se ku e morët këtë djalosh, to ishin gjendje dhe ishin duke u përgjigjë se e kemi ble prej disave, sepse edhe një natë të shpjegum, në atë periudhë, në atë kohë, ishte duke u përdor robëria më të madhe, sklavëria më të madhe, shiteshin njerëzit më të madhe. Edhe to u arsjetoshin se këtë djalosh e kanë ble. Mirë po, Allahu xhaleshanuhu ishte ai i cili kishte vendosur dhe kishte caktuar në këtë formë, në heshtje të ndodhin krejt këto ndodhi të mëdha. Sigurisht se Jusufi a.s. 3 ditë e 3 netë ishte në bunar. A thuva, kush e mbrojti Jusufin a.s. 3 ditë e 3 netë? Me na qu 3 minuta, 3 sekunda, pak janë 3 sekunda, ma 3 minuta me hinë bunar, do njoni pri neve ta provojmë, nuk është leto vëllezër të ndershëm besimtarë, ma 3 ditë e 3 netë, e pas askan, dhe plus fmi ka qenën Jusufi a.s. Kretë kjo ishte nërë për kujdesen e krijuesit ton, Allahu xhaleshanuhu. Pastaj vazhdon Allahu xhaleshanuhu në ajetin e 21 të surës Jusuf dhe thot: ai që e bleu nga misiri
Egjipti, i tha gruas vet, bani pritje të kënaqshme, se ky djalosh është shpresë t'ja shohim hajrin ose do ta adaptojmë për fëmijë. Ja kështu, sikurse i shpëtuam nga bunari, ne i bëjmë vend Jusufit në tokë në Egjipt, e që t'ja mësojmë atij shpjegimin për disa ëndra. Allahu Dhul Xhelal është mbizotruesi i punës vet, por shumica e njerëzve nuk i dinë shëndet e çështjeve. Allahu Dhul Xhelal vijon të na tregon kujdesin dhe rahmetin e tij, mëshirën e tij të madhe për Jusufin alayhi salam. Pjesë e këtij përkujdesi ishte dhe fakti që blerësi i tij në Egjipt të ishte një njeri i cili do të tregonte për kujdesje të plot për Jusufin alayhi salam. Ai e këshilloi familjen e vet që të kujdeset mirë për Jusufin alayhi salam, sepse ai ishte i avë, dallonte tek Jusufi mirësinë, zgjuarsinë, mençurinë, të cilën i posedonte Jusufi alayhi salam edhe si fëmijë. Atë që e bleu dikush nga Misri, Egjipti, i cili i tha shoqës vet le të jetoj i nderuar mes nesh, ai do të na sjell dobi të shumta ose ne do ta bëjmë fëmijët tonë, do ta birësojmë. Ai që e bleu ishte një ministër, madje ministri i depove të asaj kohe të Egjiptit. Ishte njeri impret dhe i zgjut dhe e dalloi mirësinë dhe zgjuarsinë e Jusufit alayhi salam. Kjo duket qartë në fjalët që ai i drejtoi familjes vet në lidhje me Jusufin alayhi salam kur tha, le të jetoj i nderuar mes nesh. Ai do të na sjell dobi të shumta ose ne do ta bëjmë fëmijën tonë, do ta birësojmë. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në ajetin 22 të surës Jusuf dhe thot: e kur e arriti pikurinë e tij, ne i dham pushtet e dituri, e kështu një shpërblejnë punë mirët. Kur Jusufi alayhi salam e arriti moshën e pjekurisë, dhe kjo ndodhi kur ai i kishte 18 vjet. Allahu Dhul Xhelal na njofton se i dhuroi atij profetësinë dhe e bëri shumë dashur mes njerëzve. Kështu i shpërblen Allahu xhaleshanuhu njerëzit të cilët janë vepërmirë. Allahu xhaleshanuhu dëshmon se ai ishte një bamirës i madh. E ka fjalën për Jusufin alayhi salam. Veprat e Jusufit alayhi salam ishin bindje ndaj Allahu xhaleshanuhu. Yusufi alayhi salam ishte i njohur dhe si njeri i cili ju kishte nënshtru Allahu xhaleshanuhu me plot përgjegjësi. Vëllezër të ndershëm besimtar, nga kjo ndodhi e Jusufit alayhi salam, prej nxjerrjes së tij nga bunari, nga pusi dhe nga jetët që patëm rastin që t'i themi sonte, mund të nxjerrin disa mësime, disa këshilla mesin e tyre. Nxjerrja nga pusi Jusufit alayhi salam dhe shitja e tij si mall tregtie ka urtësi të madhe në këtë punë. Në rast se ata që e gjetën Jusufin alayhi salam dhe e morën prej pusit Jusufin alayhi salam, e kishin caktuar një çmim të lartë për ta, ata do ta kishin kuptuar se vërtet ishte një personalitet i zgjedhur, ishte një pejgamber. Atëherë ata do të mundoheshin që ta dëmtojnë Jusufin alayhi salam. Mirë po,
Kjo ndodhi krejt në heshtje, ato nuk e kuptuan se është pejgamber, ato nuk e kuptuan se është njeri i zgjedhur. Ngjajshëm jo besimtarët e tjerë, të cilët kishin me dëgju për Jusufin a.s. se ishte pejgamber i Zotit, se cili do të dëshironte që t'i shkaktoje një dam, sikur se i shkaktu në dam vëllezërit e Jusufit a.s. nga xhelozia të cilën e fitun ndaj Jusufit a.s. vetëm e vetëm se baba i tyre e donte më tej për Jusufin a.s. se sa ata. Fakti se ata e nënvlerësuan Jusufin a.s. dhe e shitën si rob, duke shpresu një përfitim material, shkoi në favor të Jusufit a.s. Për ndryshe, Jusufi a.s. do të pësonte shumë keq. Gjithashtu, nga këto ajete, kuptojmë se me anë të këtij, Egjiptiani i cili e bleu Jusufin a.s. Allahu Dhul Gjelal siguroi që Jusufi a.s. të ishte i mbrojtur, i përkujdesur mirë dhe ju mundësu të rritet në Egjipt. Vlerësi i cili e cekam edhe më herët ishte një ministër në Egjipt, i abesoi gruas vet Jusufin a.s. dhe ju drejtu që ta ruje duke i këshillu ta përkujdeset shumë mirë për te. Ata mendun se Jusufi a.s. mund të ishte shumë i dobishëm për ta dhe jo rastisht mendun që ta birësojnë ata. Kjo është edhe një dëshmi tjetër e ndihmës për krahjes dhe dashurisë, mëshirës dhe mëshmorisë Allahu xhaleshanuhu për pejgamberin Allahu xhaleshanuhu Jusufin a.s. Allahu xhaleshanuhu i shpëtoi Jusufin a.s. prej rreziqeve të pusit, e vendosi atë me një vend përshtatshëm dhe Egjiptin e bëri shtëpi të tij. Gjitha këto ishin mirësi prej mirësive të Allahut xhaleshanuhu. Jusufi a.s. dhe shpjegimi i ëndrave. Allahu Dhul Gjelal i dhuron prej devotshmërisë ndaj mëkateve dhe rezistencës ndaj pasioneve dhe prirjeve shpirtërore, ose me një përshkrim tjetër, këto dhunti që janë friti i vizionit qartë e të mpret zemrës, janë dhurata hynjore që Allahu xhaleshanuhu ja dhuron këtyre personave. Në rastin e Ibn Sirinit, Ibn Sirin është një komentues i shquar i ëndrave. Lexohet në librat e historisë islame se ai ka qenë një tregtar shumë i madh, saqë ka pas edhe një bukuri të veçantë. Një ditë u provoku nga një grua e cila e thiri, e afroi në shtëpinë e saj në mënyra intriguese, mashtruese, saqë janë mbyllur dyert të shtëpisë së saj. Por ky besimtar nuk u dorëzu asaj grue dhe nisi ta këshilloje për këtë gjest të ulët, duke i treguar asaj se sa shkatrimtare është kjo vepër, çfarë mëkati i madh është kjo vepër. Mirë po, ajo nuk e dëgjonte, saqë Ibn Sirini e mor trupin e tij edhe e lidh me xhana të cilët e fliqin vetveten e tij. Në atë çast, gruaja kur e pa gjendjen e keqe të Ibn Sirinit,
e përzu nga shtëpia. Nga kjo ndodhi, transmetohet se Ibn Sirini u bo shumë i zgjut dhe i u dha një dhunti shumë e madhe në shpjegimin e andrave. Dhuntit Zotit Xhaleshanuhu nuk na jep rastisht. Sa ma shumë që ruhemi nga gjunahet, sa ma shumë që ruhemi prej mëkateve, sa ma shumë largohemi nga haramet, Allahu Xhaleshanuhu na shton dhunti e shumta jetën tonë të përditshme. E njëjta gjë do të ndodhe edhe me Jusufin alayhis salam, inshallah pjesën tjetër nesër kur ta shpjegojmë, do të jetë ai i cili do t'i shpjegon ëndrat, dhe do të jetë njeriu i cili do të di më së miri me i shpjegu ëndrat. Dhe pjesë tjera të shpjegimit të këtyre ajeteve janë që Allahu Xhaleshanuhu me fjalën kur Jusufi arriti moshën e pjekurisë, qëllim ka pas që këtë fjalë ka përdorur kur njeriu e arrin moshën e pjekurisë. Allahu Xhaleshanuhu në disa mënyra e përmend këtë, thot mos ju qasni pasurisë e jetimit vetëse me qëllim të mirë derisa të arrijë moshën e pjekurisë. Në një herë tjetër, këtë fjalë ka përdorur kur njeriu arrin moshën 40 vjeç. Kur Allahu Xhaleshanuhu thot, kur arrin moshën e bururisë, e mbush 40 vjet. Ajo që synohet në këtë ajet është faza e arritjes së moshës së pjekurisë fizike, shpirtërore, që u shfaq tek Jusufi alayhis salam në fillimin ose në fazën e rinisë së tij. Dhe krejt në fund, Allahu Xhaleshanuhu thot se kështu ne i shpërblejmë punë mirët. Ashtu si që shpërbleva Jusufin alayhis salam për shkak adhurimit ndaj meje, duke i shpëtu nga vëllezërit e tij, cilët deshtën ta vrasin, pastaj e hodhën pos në bonar, pastaj tregtarët i shetën si mall, pastaj e bleu ministri dhe vendosa që të jetojnë në pallatin mbretëror. Allahu Xhaleshanuhu i dha Jusufit alayhis salam urtësi, mençuri, profeci, dhe ky është shpërblimi i Allahu Xhaleshanuhu për ata që i beson atij, që i adhuron atë, dhe ai i cili i kryen adhurimet e Allahut Xhaleshanuhu, me fjalë tjera, i cili ruhet nga gjunahet, ruhet nga punët të cilët ja ka ndalu Allahu Xhaleshanuhu. Kjo vazhdon edhe me ne vëllezër të ndershëm besimtar. Sa më shumë që ne i besojmë Allahut Xhaleshanuhu, sa më shumë që ne e adhurojmë Allahun Xhaleshanuhu, sa më shumë ne që largohemi nga gjunohet, Allahu Xhaleshanuhu na jep begati të shumta në këtë botë kalimtare, e cila është botë shkak për me fitu botën tjetër.